A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shkues të nderuar, selam aleikum. Podcasti merr frim me hoxhën tem të dashur me Tush Mehmedi. Për ndryshe e kemi ko pas kohë këto në këtë emision merr frim, ku shtjellojmë tema ndryshme, pyetje përgjigje, pyetje nga Instagrami, e kena nis një serial. Ata që kanë pyetje na dërgojnë në Instagram të podcasti merr frim, edhe më sa këtu i trajtojmë me hoxhën. Hoxhë mirë se erdhe. Monsieur Xeta, faleminderit për respektin. Mirë, alhamdulillah, mirë, s'është. Mashallah, te barakallah. Apo janë nisë me pyetje? Si kalove numre? Numre, knaqësi. Këtu ftoftë. Dy herë për brenda një muaji. Po, kështu ndodhi me shka se ti e din bëj reklama për agjencionet e ndryshme. Ne diçka tjetër me ditë, diçka tjetër me besu. Ne shumë herë i dim se Zoti i cakton gjërat. Po, valla. Mirë, po ko pas kohë edhe i besim edhe nuk i besim. Po, valla. Tu kam mbush menja se Zoti kur ta caktoje nuk dvet, a ke para, s'ke para, ka si e, shkon. Dash beson, me 0-0 nisna. Po me 0-0 interesant. Me pare kretë shkojnë. Elhamdulillah, Allah ma ka mësu, dhe me thonë me si reklama për agjencionet, edhe ma ka mësu me shku mrena shkurt kohë. Inshallah ke kalu mirë, mendoj që ke kalu mirë. Shumë, elhamdulillah. Hoxhë, si e komenton ardhen e imamit të Qabës në Maqedoni? Boni pak bujë, elhamdulillah, mirë ke, ha? U gëzova shumë. Imami i Qabës son figurë, autoritet i lartë. Se di unë, ata imamët i Qabës gradën e kanë si ministra atje. Po. Kanë sigurimin e tyre atje. Po shka kallaballokët, jo që... Po normal, s'ka nevojë të mja, ma. Po njerëzit tash, imami i Qabës në momentin që futën Qabës, secili kishte pas dëshirë me përshëndetje, me fotografu. E Qabja i ka 1 milion njerëz brenda. Po la çka ke ka sigurimin, jo pse ka mundësi me lart qoftë me ndodhi çka imamit Qabës. Unë u gëzova shumë që ka pa të arsyeshme me ardhë në Shkup. Në Tetovën, Kumanovën. Na kanë nderu, na kanë nderu, na kanë respektu shumë. Ata që kanë pas mundësi, kanë dalë në xhami, e kanë taku, ishte diçka e jashtëzakonshme. Çdo ndodhi që ndodhet e ne ka shumë komente. Për shembull, një ndër komentet e shumta ishte pse keni dalë për imamin e Qabës me falë sabajnë, për Allahin s'keni dalë me falë. Gjykim një jetë. Gabim qasë janë, do me thonë njerëzit tash kanë dalë për hir Zotit, mirë po janë lidh pas imamit Qabës. Nështë janë falë në qëra xhamia, tash janë lidh e xhami. Normale. Unë mendoj që tash një grup njerëzve kanë dalë, ndoshta që nuk dalin në xhami e falin në shtëpi. Kënë varet si kanë shkorjen në punë. Tash sabahu, namaz sabahu të pak vonë. Nëse jenë punë për shembull ora 6, nuk mundesh me fal namaz sabahu në xhami, dush më fal vetë më herët ose pas imsakut, si janë ata rregullat e namazit. Por nuk mendoj se është në rregull me paragjiku. Paragjikimi është smundje e keqe që duhet ta largojmë. Është mirë me mendu mirë për njerëzit, jo keq. Elhamdulillah që kanë dalë. Po është me nisaf me pritë. Duhet më gëzu që kanë dalë njerëzit. Tash me çfarë niyeti, me çfarë qëllimi kanë dalë, secili ka me dhon përgjegjësi për veti, për Allahit. Secili ka me hin vart vet. Hoxh ndoshta me ndërlidhje diçka më kujtu tash, para do kohë, një javë ose dy, disa gazetarë shqiptar shkuan në Izrael. Vizitë shpirtërore i Izraelit që kanë zakon me qujt. Edhe mes tyre dhe Berat Buzhalla, Leonard Kërçuki, këto që dalin non-stop e krijojnë opinionin kosovar. Por është interesant reagimi i unionit gazetarëve shqiptar me Selin Tiranë, e cila dul me një reagim edhe tha që gazetarët shqiptar që kanë shkuar në Izrael kanë qenë të kërcënuar nga e lujke rolin e viktimizimit, që nuk është e vërtetë. Nuk kanë qenë të kërcënuar. Faktikisht populli shqiptar ka reaguar. Ka dhënë mendimin e vet, ajna demokraci. Ju jeni të shku me një shtet genocidial ku janë vrarë mbi 20.000 fëmijë, edhe 100.000 civila. Edhe kjo nuk është në rregull. Si the më herët demokraci jemi? Po, demokraci. Është të quhet. Gabim.
Demokraci për ata që janë të fortë. Po, da, për neve s'ka. Për neve minjar ti ekstremist, nuk guxon me reagu ti. Do më thonë, para mendoje të kishë qenë e kundërta. Ne musliman të kishim shku atje me, Po, për shembull, çka kishin thënë këta. po, Bile këta ma keq kishin reagu. po, valla, po. Më na u dha mundësia tash neve ose gazetarëve musliman shqiptar me shku në Gaza. Para mendoje si kishin reagu këta. Terrorist, Normale, tash. është interesant, hoq, se këto gazetarët, duke fillu nga Buzhallet e tjertë, asnjë herë, po jo, unë po e Unë cili. se ka mundësi mos me fol me Po, ato po, përveçshëm. Po. Po Pas se ne duhet të flasim si fenomen, Si jo fenomen, po. si njerëz, se Si sot janë fenomen, ata nesër vin tjetër. tjertë, po, si fenomen, këto asnjëherë nuk e kanë ngrit zënin kundër gjenocidit 20.000 fëmijë të Po vrarë. i kam përcjell, ti mendon si ne hoxhallart nuk i dim këta punë, nuk i përcjellem. Po, unë e di që s'mendon ti, po ai që mendon gabim me ka. Se ne s'kemi ardhur prej nuk kushet prej hande këtu. Krejt çka bëjnë ata, këtë i dim. E unë reagova, këto Unioni i gazetarëve më thotë Ama nuk- ma kthan komentin, ja ban thotë kujt i shërben ti, thash i shërbej 20.000 fëmijëve të vrarë. Kujt i Se shërbej? ai Kujt i çet shërbej? pozit, po atë, çet pozit ti ekstremist, qarçë ekstremist. Shive, edhe kjo bisedë, mo, ki mohabet, e kam pas një azim më fajl, Allah e më shirof, në gjami Amin, e thonë nuk pi ujë. Nuk pi ujë, po. Ata nga mlefi dhe nga i nati, gjithë qka kanë me mendu për më në nënçmu, për më në shajt, që shumë normale. Por ne o normale ata më në shajt. Ka ditë gjykimi, elhamdulillah. O normale, sa ai nuk pajtohet, ma asë gjanë tonën e ditë. Ai për ti është ekstremist, Po, ti je ekstremist për ta, u do kri krimon. puna, u kri puna. Ama ne nuk mendojmë keq për ata. Absolutisht jo. Edhe nuk na lejohet me mendu keq për njerëzit, se unë e kërkoj edhe lut Drejtësi. Zotin, që i Zoti inshallah ju udhëzon. Amen. Se në momentin se ka pas ma të likë se këta, Normal. ma të këqi se këta, pa i në Holland, sa proteste, sa probleme t'i bani kundra muslimanëve, në fund e pranë islamin vetë. Po, valla, po. Edhe këta mirë që ta shohin të vërtetën pagu, jo vetëm ma anu ka i forti. Boni të drejtë, se një ditë kina me vdek. Nuk ka rregull tash. Tash pse i fort, ma anu ka ai. Ose thuj, a di çka, kam interes më është i fort, jam të anu, mos ma luj Nuk ka viktimën, ose mos ma luj drejtësinë, se nuk ka i lidhja drejtë. interes ka çka, atë e din më së Po, miri, da, po po. unë kështu thamë edhe t'ja vendojmë një pikë Po. së teme, me qenë se duam me të fortin të bëhemi, shumë lehtë e kemi, edhe ne. Po, kulil haqqa walau kana murr. Thuaj të vërtetën edhe në qoftë është e idhët. Ne për të vërtetën i vuajmë tash. Po, da, po. Po, por problemin e kemi të vërteta dhe të padrejtësia që po ndodh. E vërtet. Ama krejt këta, unë ti, krejt njerëzit, çka do të mbjellëm, do të korrim. Por këtë çështje rrelat. Alhamdulillah. Çka na qetëson? Se ka ditë A e gjykimi. vendojmë një pikë kësaj teme? Absolutisht ding. Mos them pikë pyetje. Shkoj me pyetjen e parë, që në ka në Instagram, është kjo. Si të ruajmë qetësinë dhe të mos friksohemi për të ardhmen, duke ditur se gjithçka është në dorën e Allahut. Si ta ruajmë qetësinë? Dhe të mos friksohemi për të ardhmen, au çka do të bëjmë. Shive ne mund të mojmë ngajle, të mendojmë, të analizojmë, të studiojmë, se si mundet me qenë ditët e ardhshme, edhe pse është një thënje, el insanu ju debbiru, njeriu i mendon gjërat, i parashikon, jo. Parashikon, mundet me parashiku diçka, wallahu ju qaddiru, dërsa Allahu i cakton. Mirë po ne duhet me më mërzit për gjërat që i kemi ndorë, ne, edhe i bëjmë ose nuk i bëjmë. Ama për gjërat nesër, ose pas nesër, që nuk i kemi ndorë, o gabim me mëndu. Se vetëm se do të shqetësojmë vetën, të mërzitim vetën, asë gjënë s'kemi më. Do më thonë, do të bëhemi pesimist. A me qenë se problemin njerëzimit tash, ose ne këtu, e kemi se ne punët e tona nuk i kryp. Mundësit që i kemi, për punët mira, nuk i përfundim. Mos klasim për gjërat që nuk i kemi ndorë. A mërzitemi. Është mirë për ata punë që na do njëherë, si the, na shqetsojnë, apo? Na mërzisin, është mirë që
rregullat fetare të çojmë vend. Rregullat fetare të çojmë vend se shqetësimet janë të përditshme, natën e ditën. Problemet janë të përditshme, gajlet janë të përditshme, edhe mendoj se nuk duhet mu dorëzu. Në momentin që dorëzohemi unë e ti edhe të gjithë tjerët, atëherë kemi dështu. Vazhdojmë me jetën tonë, pa marrë parasysh se çka mundet me ndodhë. Ama asnjëherë nuk guxojmë të habitemi se Allahu subhanahu wa taala na mbikëqi dhe na kontrollon. Këtë duhet ta kemi parasysh. Të gjitha muhabetet deri tash që i bënë lidhen me këtë çështje. Çka do të bëjmë? Çka do të bëjmë? Mirë apo keq? Qoftë që është pozitive apo negative, Allahu fuqiplot i din. Do shta ne si njerëz nuk mund të dim, edhe është normale që nuk i dim, edhe mirë që nuk i dim, mirë pa Allahu subhanahu wa taala gjithçka di. Po tash shembull e kam një shqetësim, edhe kam nevojë për qetësi. Çka thot Zoti në Kur'an? Thot Bismillahirrahmanirrahim, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është e vërtetë se me përmendjen e Allahut fuqiplot qetësohen zemrat? Fatkeqësisht ata që nuk e njohin Islamin, nuk janë brenda fesë, nuk e din. Ama edhe ne, si shumicë e muslimanëve të troje, a e dim a nuk e dim, secili e dim për vete, mirë po nga problemet që mund të na vinë, kemi mësimin në Kur'an. Pastaj kemi traditën profetike, traditën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mendoj që e gjejmë qetësinë edhe në Kur'an edhe në Sunet. Këtë valët tash sa i realizojmë këta. Shumë thjesht, shkon te mjeku, ti e barnat nuk i përdor. Mësimin e mjekut nuk e çon vend. Ballafaqohesh me problem të vazhdu, ballafaqohesh. Edhe ne kemi mësimin Kur'an dhe Sunet. Në momentin që e merr mësimin, qetësohesh. Nuk e merr mësimin, vazhdon shqetësimi. E kështu me radhë. Nëse do më ndërhi diçka, Për mbikëqyrjen ndoshta me ndërhi. Ateisti, a di çka kish mujt me parashtru pyetje kështu. Kish mujt me thonë si është e mundur Allahu me mbikëqyr 8 miliard njerëz për një moment. shive nëse një kompjuter, ChatGPT. ChatGPT, për shembull, mbikëqyr 8 miliard, shumë shive. Problemi se qasja e njerëzve ndaj Zotit të gabim. Për ata që kanë dyshime, se më duke folë për unë edhe ti. Thot Zotin në Kur'an, kun feyekun. Bëhu dhe bëhet. Krimo veti. Zdi si të të shpjegoj, për shembull për mu, këtë gotën e marr edhe vendoj këtu. A është zor? Shumë e lehtë është. Po për Zotin me mbikëqyr 8 miliard, 800 miliard, 8.000 miliard, Alo më lehtë. s'po du me krahasu se Po, nuk krahasohet Zoti. Po shumë jo lehtë, po as gjansa. S'është asgjë. Allahu fuqiplot absolut në gjithçka. Edhe shumë e thjeshtë, nuk guxojmë ne besimtarët me ndërhi në këtë çështje, sepse kanë thonë dietarët kur të fillojmë të shtjellojmë këtë çështje mundemi edhe me e gabu. Se ne Zotin me çka me krahasu Zotin? Nuk krahasohet. Nuk krahasohet. Po. Këtu e kemi tash atë problemin. Njerëzit mund t'i krahasojmë. Gjithçka krahasohet, ama Zoti nuk krahasohet me asgjë. E ta si mundet me na mbikëqyr? Shumë e thjeshtë. Mirë po Zoti nga drejtësia që e ka, secilit njeri ja ka dërgu nga 2 melek. 2 melaqe. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Kiramen katibin, do me thonë janë 2 melek, njërin djathtë, njërin të majt, i shkruajnë ata çka ju veproni. Çdo vepër. Çdo vepër. Pse ndodh kjo? Se njeriu se herë ka dëshirë, ne po debatet që i bëjmë ne. Se jam konë unë. Jo. Ma sjell një argument? Po argumentin do. Argumente, ne do me thonë si njerëz kërkojmë argumente. Po, edhe Zoti tash 2 melek argument. Edhe veç kur ti shofsh ata fletorët e mbushura Ditën e gjykimit, çe ditën e fletor. gjykimit me të mira dhe me të liga.
Edhe njeriu ka mu habit se sa punën e pas ka bon, qoftë mirë apo keq. Tash kur po e tregon këtë, kjo është vull, ne besojmë, na besimtar. Ka ateistët që na keqin, këshive që ka folin këtë Tash ne në të keq. në qoftë se këtu sono Po. problemi o të mendimi i mirë për Allahun. A mendon mirë tash për Zotin ajo? Unë shembull, ta krahasojmë. S'krahasohet kjo edhe një herë, po them po që ajde me njerëz ta bisedojmë për unë e ti. Nëse kam unë mendim të mirë për ju, gjithë çka që ti mundesh me bën ose shoh ndonjë gabim, unë arsjetoj. Do të mundohem të arsjetoj. A jam i qartë. Por nëse mendoj keq për ju, gjithë çka që e shoh të mirë të ju, unë e kundërshtoj. Tash nëse besimtar, për shembull, e duam Allahun fuqiplot, i besojmë Allahut fuqiplot, dhe kam mendim për Allah, mendim të mirë për Allahun fuqiplot. A ai i cili nuk e beson Zotin, nuk e don Zotin, dhe nuk ka mendim të mirë për Zotin, gjithë çka që i thu, ai ta kthen me përgjigje negative. E vërtet. Shkoj me pyetjen e radhës. Veç tu vazhdo. ndërhi, është mirë kur të kemi shqetësime, probleme, Po. është mirë që të bëjmë ta lutim Zotin. Duaja është armë besimtare, shumë e fortë. Mos e neglizhojmë dhe mos e anashkalojmë lutjen apo duan ndaj Allahut subhanahu wa taala për gjithçka që mund të na ndodhë. O Allah, ma hek këtë qetësim. Po. O Zot, ma largo këtë gajle, këtë probleme dhe mos më kthemon këtë. Shkoj me pyetjen e radhës. Kështu thot pyetja, si do të jetë vdekja e atij që e ka fal namazin? Pse edhe ata që falën vdesin? Sigurisht pyetji ka dosh me thonë aty me ngushëllu vetë jam të fal namazin, kam e vdek një ditë. Hajde gëzom pak. Çish do të jetë vdekja ime? Tash tu duhet ta dim ne e besojmë që kena me vdek a si besojmë e para. Se ka njerëz ideologji që thonë nuk vdes njeriu, po shpirti ati shkon te një njeri tjetër. Ne në fenë tonë e besojmë që kena me vdek një ditë. E pastaj jetojmë në varë sa jetojmë, pastaj ndodh dita e fundit edhe do dalim para Zotit. Shkojmë në xhennet apo në zjarr. Inshallah Allah na udhëzon edhe na përforcon udhëzimin, shkojmë në xhennet. E para e dita, nëse unë e besoj dënimin në varë, fillimisht, atëherë i qasimi kësaj çështje. Ne e besojmë se dënohemi ose shpërblehemi në varë, apo? Ama para kësaj, a besojmë nëse njeriu kur vdes, shpirti del shumë lehtë edhe shumë zor? Ne besimtarët e besojmë këtë. Çka thot Zoti në Kur'an? Thot ja ayyatuhan nafsul mutma'inna. O ti shpirti i qetë. Dil me qetësi. Ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyya. Dil i kënaqur sepse edhe Allahu është i kënaqur me ti. Fadkhuli fi ibadi, shko te robërit Allahu subhanahu wa taala, wadkhuli jannati, edhe hinë në xhennetin tim. Unë një hadith, tash nuk e di kështu me pika me presje, po ta sqarojmë kështu. Thot, ai që është i mirë, besimtari i mirë, kur theme besimtari i mirë, po vepra më e madhe që mundet me pas besimtari i mirë është namazi. A jam i qartës. Sepse kushtet e islamit janë shahadeti. Po shahadeti njerë thuhet edhe u kri. Po. U bëna musliman. Cili vjen kushti tjetër? O namazi. E ai i cili e ka fal namazin, shpirti shumë lehtë i del. Që po shemë në këtë gotë, në diçka dhe unë e pastroj me njerë. Po. Edhe ki po atë lamë që ndë njerë, lamë që për shemë, kur të komplikohet, Lë kur dashi. Lesh dashi. Unë po e marë si shembull, thjesht
për komplikime kam, për zijet, se në del qësh. Muhamedi Islam ka thonë për ata që nuk janë të mirë, nuk janë e kundërshtojnë Zotin, e kundërshtojnë namazin, e gjithë shka. Janë do thera, shumë të forta, edhe të gjatën dhe të forta. Anguton, nëse e shkelat, të futet nga më del këtu edhe kocin të shpon, atë që të forte. E përshkruhet, dhe më thonë si prej lukthit, ata therat me të nxjerë ka shumë keq. Dhe më thonë, a përjeton dhimbjet madhe, po. Prap këtë që pëthu t'ja ata edhe këta, tash nëse mirëmi ne dhe ata, o gabim. Unë e me dhe që o gabim, se ne duhet mi sqaru që është të ashtu s'janë, si besim ne. Qish ka thonë pejgamberi, po, si ka thonë Zoti edhe pastaj Muhamedi Islam. E tash, kush i beson? I beson, është besimtar. Kush i beson, haj për të mirë, me zor. Dinukum wali edin. Po, ndash kesh, ndash mos kesh. Ju e keni fenë juaj, ne e kena fenë tonë. Ti beson në atë që beson, unë e besoj në atë që duat besoj. Unë e besojnë që këtë. E po tash, si pas ligjeve ndërkombëtare të kombeve të bashkuara, se cili ka drejt me besu në atë që donë. Pa ja cenu tjetrit të drejtë. Për ne nuk është kështu. Neve në cenojnë fejnë, neve në cenojnë gjithë shka. Pse besoni kështu, pse besoni po duhet jo kështu, jo ashtu. Ne me qesim kështu bash, nëse e bëm në listë, ne dy. Me qesim anisim ne me bon qef, me jetu për tjertë. Nuk e dy ndoshta kishim mbet edhe njerës. Nuk ma mërë me që kishim mbet njerës. Me moral, tha, me kulturë, me civilizim dhe emancipim. Se ata me ndojnë që emancipimi jo në gjuhën tanë më budal. Edhe gjithë qka me leju, jo. Emancipim mo me qeni shkollon, me pas respekt, me ditë qka e mira, me ditë qka e keqja, me ditë ku e ke vendin, me ditë kur dush me fol, me ditë kur dush me hesht, me respektu prindin, me respektu arsimtarin, me respektu profesorin, me respektu kujshin. Unë me ndoj kjo është emancipimi. Jo e kundërta e moralit. Të ne emancipim në thojza, dikush mundohet të interpreton ajo që nuk është e moralshme. Si të qoftë për vdekjen e namazliut? Jena të folë. Po e di që jena të folë për vdekjen e namazliut, po ti më ngutë se pak edhe unë të shmajde. Në ndash, s'ka lidhje. Namazliu. Punë të miri ka. Të namazi tash falet me dy njetë. Me njetë për Zot, edhe me njetë për interes, me të pa njerëzit. Allah e din më smiri. Po ne ta themi atë që duhet me thonë. Unë e ti dhe ata të cilët falen për hirë Zotit. Çka përfitojmë? Përfitojmë të gjithat mirat edhe në këtë botë edhe në botën ardhshme. Ai i cili thot pejgamberi alayhis salam, pasi që të vdes njeriu, nësi ka punë mirë me namaz, të gjitha punë tjera kanë me ju lehtësu. Ai i cili nuk i ka punë mirë me namaz, të gjitha punë tjera ose vepra tjera kanë me ju vështirësu. Allah në rujtë. Nëse nuk e ke namazin, e ke haxhin, e ke zeqatin, problem është. Me pas namazin, e këto tjera si ke, nuk i ke, prapë më mirë situatë. Kalon më mirë. Më mirë, se o shtilla. As-salatu imadu d-din. Namazi është shtilla e besimit. As-salatu miftah kullu khair. Namazi është çelësi i çdo të mirës. U kuptuam? As-salatu miftah kullu khair. Ai që e fal namazin e ka çelësin. A di ai kur e ke çelësin? Kur don hin, kur don del. Kur se ke çelësin, Allah ma e çelësin, lënë të muli, lënë këtu. A është njësoj me pasë, mësë me pasë çelësin, nuk e njësoj. Pasë çka thot Zotin Kur'an, inna s-salate tenha anil fahsha'i wal munkar, më të vërtet namazi largon njerëzit nga të irrituarat dhe të ligat. E në qoftë se njeriu nuk ka gabime në këtë botë, pse ka fal namazin, çka ndodh mat?
Aja ka një vdekje të rahatshme, aja ka një vdekje të mirë, aja ka një vdekje të lezetshme, edhe një jetë shumë të gjërë në varin ku do të vendoset. Se vari da duket i ngusht, ama për njeriu e mirë ka mu zgjeru, ka mu knaq. Bile ka me thonë, pse kam jetu 70 vite, 80 vite në të botën e gajle dhe probleme. Në varë, a i cili, ne, për shembull në botë e filozofia, varin 7-7, se si pallatja vane. Bile ka dash Mercedesin, lene Mercedesin në varë, i ka dash dollarët, 100.000 në varë, i ka hangë disa ushqime, edhe ata ushqime në varë, nuk i bëjnë hajrë dhe as dobi. Se para Zotit, kena me dalë me veprat mira. Kështu thot pejgamberi Islam. Kur të varroset njeriu, i vjen një krijesë, njeri me fitirë të bukur. Edhe këtë që ka vdekje, thot, kush je ti? Thot, unë jam vepra jote e mirë që i ke bon atë botë. Jo krijesë je për krahje, siguri. Vepra jote e mirë, si në folk njeriut, Po të bëj qartë. mirë po tash, nuk e shem mirë. S'mundet me përshkru se shkans ja, po thot, kush je ti? Thot, unë jam vepra e mirë që i ke bon atë botë. E vepra më e madhe, cila në këtë botë? Namazi. Po ati që se ka falë namazin, s'ka bon veprat mira, i vjen i mrolt. Thot, kush je ti? Thot, vepra e lik, vepra e keqe që e ke bon atë botë. Namazi gjithçka. Namazi në asnjë rast nuk lihet. Edhe në spital falë, nuk mundesh me mendje falësh. Po në shtëpi je shtrirë, pa qefje, pa kisemur. Nuk mundesh me ndejt në kam, falësh ullur. Nuk mundesh me falë ullur, falësh i shtrirë. Në luft namazi nuk lihet, në rrugë namazi nuk lihet. Në asnjë rast nuk ka argument se duhet me lënë namazin. Shkurtohet namazi. Ka shumë në luftë dihet si falet namazi. Shkurtohet kur je në udhtim, po. Nuth, ama në luftë, për shembull, falet një aspekt tjetër. Edhe shkurtohet, mirë po, si i vjen nga një reqato. Interesant, që është po tash s'kemi kohë të sqarojmë këtë, ta shpjegojmë këtë. Namazi nuk lihet. Shembull, agjërimi. Je i sëmur nuk agjeron. Zeqati, s'ke parë, nuk jep zeqat. Haxhi nuk ke parë, je i sëmur nuk shkon. Namazi nuk ka argument. Je i sëmur dush mu fal ashtu si je. Je në rrugë, i fal prej 4 reqat. Po nuk ka mundësi me zbrit në vetur, nuk ka mundësi me zbrit në aeroplan, nuk ka mundësi me zbrit se tik namazin në autobus, ama nuk lihet namazin. Pse se ka thot as-salatu imadu d-din, namazi është shtilla e besimit. I vendojmë pika më një koment për në fund. E kam një parandjen se as shmire shpjegoj hoxha këtë çështjen e namazit dhe vdekjes, se këtë kena me vdek, edhe ai që u fal, edhe ai që s'u fal. Që pasi ta dëgjojnë këtë video, shikuesit tanë të dashur, ata që nuk e kanë fal, kanë me nis me fal namazin. Inshallah. Nise vdekja e mirë e lezetshme ka me thonë. Ti flas kësaj kamerës? Patjetër. Me qenë se falni namazin, unë nuk fitoj asgjë. Po. As unë as fiton asgjë, ti fiton. Me qenë se për shembull studion dhe mëson, ti fillimisht kemi fitu, pastaj edhe familja jote edhe ne. Me qenë se me fal namazin, kemi u bon djali mirë, kemi u bon vajzë mirë. Kanë me ta pa hajrin edhe familja jote, pastaj edhe kret besimtartë. Sepse një njeri që falet, i frigohet Allahut fuqiplot. Ai që i frigohet Allahut fuqiplot nuk bën pa drejtësi. Mundohet me qenë drejt edhe mundohet me shkon rrugën e Zotit. Të gjithë njerëzit namazlivë o shohin hajde. Alhamdulillah. Allah na bëft të tjerë. Amin inshallah. Shkoj me pyetjen e radhës sot. E pyetja e radhës është kjo. Çka ndodh me ata njerëz musliman, thojse e ka shkruajt njerëz musliman, të cilët e prishim në martesë e lën fëmijë jetime. Do më thonë kjo është pyetja si duket ndërhyrje se. Do më thonë nëse fjala jetim ka dallim për asaj që e ka shkruajt po. Po.
unë se di ku që ka shkruajtur me ti kam punë, ti e thua. Po, ti e lexove e thua. Normal, po. Jetim kush është në fen tonë? Ati që i ka vdekur babai. Ai quhet jetim. Në fen tonë kështu. Në momentin që ka vdekur baba, je jetim. Nëse i ke më pak se 18 vjet. Nëse i ke më shumë se 18 vjet, nuk je jetim. Se i zoti vetës, mundesh me punua. A kupton? I kupton gjërat, i kupton botën, ama 10 vjeçari nuk mundet. As me punua dhe nuk e kupton jetën këtë botë njësoj si ai që është moshën madhore. E para, e dyta, pse janë da baba dhe nana, fëmijët nuk janë jetima. Ato edhe babën e kanë, edhe nanën e kanë. Apo? Domethënë në momentin që i ka vdek baba jetim. Ama pse janë nda, pse janë shkullërzu, nuk quhet fëmia Jetim. Qoftë vajzë apo djalë e para. E dyta, thot në feja janë që Allah subhanahu wa taala më së shumti që urren është shkullërzimi. Mirë po e ka leju. Shkullërzimi nuk e do Zoti, ama e ka leju. Para mendoj të kishte ndalu. Shembull ne kena problem me gratë, duhet më shkullërzu, po s'ke drejt. Luft ishim, lëm ishim ba. A nuk ka në kjo jetë. Shive, çka ka thonë Zotin Kur'an për martesën? O me waddetun u rahme. O dashuri dhe mëshirë ndërmjet vetë. Nëse asnjëna as tjetra nuk ka problem. Nuk rri njeri me gruan e vet edhe gruaja me burrin e vet për hatër. Martesa nuk ka për hatër. Martesa ka rregulla. Si mos të ketë dashuri. Po duhet mi plotësu rregullat. E tasha, ka mundësi me orë të shkollit, ka mundësi. Mirë po nuk do më thonë që duhet me na shkalu fëmijët. Fëmijët kanë rregullën e vet, e kanë hakun e vet. Qoftë baba apo nana e kanë detyrë dhe obligim të mbikëqirin fëmijët derisa ata të jenë të moshës madhore dhe të marrin përgjegjësi për vete. Deri në 18 vjet. Edhe shteti, ke po shteti. Deri në 18 vjet edhe pasaportin se ne merr vet. Duhet me qenë baba dhe nana. A është ashtu? Pse se përgjegjësi nuk mundet me marr vet. Tash janë nda, mirë po, jo me janë shkalu fëmijët. Mllefin që kanë i natën ndërmjet vete, nuk duhet me ditë fëmijët. Fëmijët shqetësohen, mërziten e. Po me qenë se shkullërzimi ka ndodhur por një gabim banal, për asgjë hiç. Këta dy mendoj që kanë me dhonë përgjithësi për fëmijët e tyre më shumë. Se nuk shkullërzohet burri apo gruaja për diçka thjesht. Ka njerëz që shkullërzohen, kanë probleme serioze që nuk mundën ta ballafaqojnë njëri tjetrin. Jetën e shohin ata që afatgjate nuk kanë rregull, mendojnë ata bashkë dhe shkullërzohen. Por nëse edhe shkullërzohen është mirë, ta kenë një marrëveshje shkullërzimit. Se ne shumë ka shkullërzime. Mirë po, hoxhallar ndërhin për me pas një marrëveshje. Mos me arë puna, të idhnimi, në një luftë verbale, në një inat verbal, e pastaj mundu njëri tjetrit me avon të keqe. Jeni shkullërzu, Allah ja dhash hajrit, edhe vajzës edhe djalit. Po sa qëllisht nëse e kanë një fëmijë, ato duhet të kenë kontakt për hatër të fëmijëve. Në pyetsi më duket sa ka gjuna një person i tretë që ndërhin me një çift edhe e prish një familje, domethënë. Faktikisht le fëmijë tima thojza. Jo në thojza, po ç'ashtu është. Po pse lejojnë këta dy me hi personi i tretë? Domethënë tash si cëllës punë mund me alith një bisht, ama nuk kanë në rregull. Nëse ata kanë dashuri dhe e kanë jetën e mirë, askush, jo i treti, as i 300 së ndërhin. Ama nëse ato janë labil, nuk kanë interes për njëri tjetrin, hiç s'ka nevojë me ndërhi i treti. Veç ta dy se mirën veç vetë. Shumë janë tash në kohën e fundit ka shumë shkullërzime. Pse kanë ra shkaqe të ndryshme ka. E jotja është, këshilla jote është mos me fajsu shumë personin e tretë, po ju dy. Shive. Secili duhet me fajsu vetë. Absolut. Nuk mundet ka me qenë se me zor. Ka studiohet e qështë. Shembull i ki një gajlet. E duhet me tregu shokve.
Thu shive, mund dun me mdo me gruin me zor. Unë s'kemi dëshirë mu do me zor. Hajde qka tjetër. Atër nëse nuk ndihmon askush, e lën Zot. Ama në që do mu dativ, në tjertë kretë mu të bu. Nëse ke vendos, do shta nuk mund me ta mush mendën. Ama prapo është mirë me ju fol njerëzve që dunë shkurëzohë. Në fejnë tonë si janë suno, që shemëll buri dhe gruaja janë nda. 3 muaj kanë drejt, pas 3 muaj s'ka drejt buri me këthi grën e vetë. 3 muaj, nuk i tijet. Njerëz me eme, gabimtar. Merë njeri ju ka e prapat, njerë shqetësot, demoralizohet, ka gajlet e veta. S'ka që ka i banat shokot e ati, s'ka me grujen e nëzirat mlefin, ajo i dhënot, tash ndahen. Për shembull, 3 muaj du të mi prit. Deri sa të kalojnë 3 muaj e ndarje, nuk është 100%. Pasi që të kalojnë 3 muaj, nëse nuk kanë interes për njëri tjetrin, atëherë vazhdon ndarja, quhet ndarje. Po që u vendos ndarja, shkon 1 vjet. Nëse kanë interes më këthi, prap këthejnë. Kjo 1 herë ndodh, 2 herë mundet me ndodh. E 3 herë nuk ka drejt në fejnë tonë, me shëriatin tonë, me regullat tona, më këthi. Zoti nuk ka dëshirë me ndodhë. Ama, ndodhin, anë regull, nuk anë regull, është mirë nga pak të përmisojmë vetëm. Edhe djemët edhe vajzat, ka do që janë. Ju e shifni që është tu, ose është shpeshtu e ndarja. Du të me bo analiza ku janë problemet. Në qëta probleme me gjetë ilacin. Që mësë me ranë qëta gabime. Allah i rujtë. Kjo teme gjëra, sëna. Ja vlen një emision me një podcast. Teme gjëra, tash ka pika ndryshme, ka debate ndryshme, po këshilla ime do të thishë që mund dalë leta. Po kena me dhonë politici pastaj. Edhe për ndarje nëse kena bon me qëllim të keq, po kena me dhonë politici edhe për fëmijët e tanë pastaj, që nuk janë të edukuar dhe nuk janë shkolluar dhe nuk janë të mirë si duhet. E vërtet është. Pyetja radhës thot, sa është rrezik bidati? Risia në fe. Kjo temë, edhe kjo është çështje e gjerë, dietarët kanë folë për këtë temë shumë, a është rrezik, shumë rrezik. Sepse fjala bidat ti bukur e përktheve risi. Çfarë do të thonë risi? Risi në fe. Po. Risi në shpitandë që ka dushman. Po dhe. Risi në veture, risi në zire, nuk të pëlqejnë kjo gote, ndrone, mere, teshtat, nuk duken mira. Tjera. Më të reja, më të mira. Ama në fe, kur ta mendosh një rregull, një risi, çka më thon? Pak ma të thjesht. Me i thon o Zot, kët mendoj që nuk ka tamam ky rregull, pak ne kena me përmirësu. Kena me shtu ose kena me paksu. Profesorit mi a thon kët e idhnon. Babës mi a thon nanës e shtëpia, shokut mi a thon e se ki tamam e idhnon. Taj pa e mejt me më Po, kallëza. jo Zotit. Ta Zoti absolut, edhe ne ta Zotin nuk mundemi me mësu se e ke mirë tu ose se ke mirë tu. Sepse e ka përsos fejnë e vetë. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين. Sot u apërsosa fejnë, dhuntit, të mirat, edhe jam i kënaqur që feja juaj është feja islame. U kri puna. Kriki mua betë. S'ka matematik tun. Hajde, për shembull, hape mendojnë në matematik diçka të rej, hajde. A mund është në fizik diçka të rej, në kimi, ato formulet, më duket. Po janë formulet, u kri puna. Edhe feja në Zoti e ka zbrit, e ka formulu në Kur'an. Pastaj e ka sqaru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
ka çështje që janë debative. Po. A ban më falë kështu, a ban më falë ashtu. Për shembull, sa kilometre duhet me ban, a duhet me qenë në këmp apo me vetur për me prish Ramazanin? Rrugë. Rruga, po. Shembull në haç, a duhet të gurzit me shku para dreka apo pas dreke? Këto janë krejt çështje sekondare tjera që kanë mundësi Me debatu. Mu debatu. Ama në fe për shembull, me fe është ndaluar me shku me bon tavaf të varezat. A dini se njeriu në botë i thot vetes muslimanë dhe i ka shtukët? Ban tavaf vare. Po. O ndalu me shku me kërku ndihmë nga të vdekurit. Ama kemi njerëz që kërkojnë. E tash, a ka dallim ndërmjet bidatit, risisë dhe mëkatit? Shumë ka dallim. Shumë çështja shumë interesante, thashë Ibn Taymija, Ibn Qayyimi, më duket se Ibn Taymija ka thonë risia bidati është më problem se sa mëkati. Se mëkatin e di edhe e bën. Ama risia, diku, mendoj që jam duke bë mirë. Ai të bë keq. Ai të bë keq. Po më Kuptum tash. Do më thonë unë e di që namazi o fars, po që se fali. E thëmë o Zot më fal. Ama shembull namazi sabahit i ka direkt fars. Ti ashton edhe një se pak duket. Kjo katastrofë shumë keq. Si i thotë o Zot, ti direkt i ke lënë pak. Unë e kam forcë 3 me i fal. Ku e di, Ramazani janë 29 ditë se 30 ditë. Ti e vazhdon 14. Ditën e, për shembull, ditën e Bajramit është ndaluar, ka ndalesë agjerimi. Ti e shton një risi. Edhe ditën e Bajramit agjerojmë. Kjo me i thonë Zotit, une me amandamente, ose ta bëjmë një parlament në botë, për me shtu dhe me paksu në fej. A ka në botë së një parlament dikun? Ka parlamente në për shtetë demokratike, për regulat. Ato nenet, apo kushtetuta, për shembull, e kena bon kushtetutën, tash kanë ndryshu situatat, edhe mundemi këtë nen, që e kena pa që nuk ka arsishëm, edhe ndrojme, shtojmë pak e paksoj ma. Po tash to kamerët në për semafore. Mos më përmend se. Po derisa erdha 2-3 dënun. Jo, unë me në vend të tregoj drejtë, thash ta provoj se 3-4 ditë i banën krejt, unë... A funksionon këto është me këshirë? Thash ta shofe, ti. 50 i shenja, unë 60. Po. O nuk ka shku 10 sekunda mërta. Po. Edhe mu, me tu, ma. Allah në moft. O së në po, më zgaboj, së në. Po mi të martë, po normalin që kam betalë, po më Së zgaboj. zgabojsh, po. Jo, ama shive, se ndrum temën të ashtet, po s'ka është mirë kjo, se podcast e na, temë të lirë, po s'ka lidhje. Seminar si na? Po. Suno, Bidati. sa fëmijë ki? 4, alhamdulillah. Inshallah nuk ndodh ka njerë, as njerë, po që po i marë fëmijët e mi, unë e shembull. Në semafor ti ke hinë të kuqë, i ke shkirë fëmijën tem. Problema. Për që Po duhet më respektu. pa të dënu një herë djerë të rerë, ti se zënë në kuqë kemi. Smushet njeriu me men pa e shiuat dënimin. Se të thonë, ju s'dini ju musliman, gjennet, po edhe ju s'dini tjerë, semafora. Dënim. A mund me melon këtë jetë në gjuhën tonë salamadi? Kush çka do të nuk mundet. Nuk mundet. Duhet rregulla. Po rregullat e mbajnë njeriu. Rregullat fetare, rregullat kombëtare, rregullat sociale, rregullat e shtetit. I te kalon dënohesh. Do burgjet nuk jam pse i kanë bë. Për me i eduku, në burg shkon njeriu të edukohet. Realisht nuk ka dënim për ato edukim, merr dënimin 1 vit, 2 vjet, 5 vjet sa e ka merituar këtë puna. Po du mu kthite ato rregullat. E shef shteti ka pa që janë tepru, edhe ka mundësi e lejuar me vendu rregulla të reja, për me qetësu popullin e vet, për me mbajt situatën në dorë. Ama në fe nuk ka kështu. Tu tash të më me... Shumë mirë e bënë paralele. Do më thonë tash, në jetën tonë përditshme në kina drejtë, si njerës, me ndryshu, me shtu dhe me paksu. Ama në fejnë e Zotit, s'kemi s'ka përzime. Zotit e di se e në ka kryu neve, e di suna edhe me tushi edhe gjithë kusht tjetër,
se sa mundet namaz me falë në ditë. Por atë shkak i ka lanë edhe 5 kohët namazit. 50 kanë qenë njerë. Muhamedi Islam ka shku në Miraç lart. 50 janë konë obligative. 50. Kur ka ardhur te Musa alayhis salam, Musa alayhis salam i ka thonë Muhamedi sallallahu atë bisedën që ka bë. Ka thonë, a dhënë një obligim, Zoti atë obligim i thotë 50 namaze brenda ditës dhe natës. Ka thonë shumë janë. Shkollu të Zotin pak ti zbrisi. Shkon prave dhe thotë, o Zot, për popullin tem pak mëshirë, për umetin tim pak mëshirë, i thotë Zoti edhe 5 namaze keni mi falë në ditë, ama se vapin do të keni sa 50. Jemi umeti privilegjuar para të atë që e kuptojnë. Për ata që nuk e kuptojnë, fatkeqësisht. Thot për nga Aisha radiallahu anha, gjithçka që nuk është në përputhje me sunetin e Muhamedit Islam është fahua raddun. Refuzuar. Refuzuar. Në feja Islami nuk pranon shtojtësa. Thuj që ka 1 milion herë, thuj çaq. Jo, ka rregull. 33 herë për shembull do të më thon subhanallahu. Apo, Kjo është çka duhet me bë. kur ti bëjmë të spit shembull. Po. E ke fal farzin, ke dhon selam, Allahumma anta salam wa minka salam, tebarak ti adhal jalale wal ikram. Apo. Edhe tash rri qet pak edhe nismi me të spit. Subhanallah 33 herë. Elhamdulillah 33 herë. Allahu akbar 33 herë. E ti thua, ja, ka mundësi me bo 500 herë? Nuk ka mundësi sunë. 33 herë. A nëse doni jashtë taksaj, mos me lidh këtë punë. Vullnetare, na fili. Po, asoj vullnetari i thonë dhikër, do me thonë donë me e përmend Zotin. 1.000, 2.000, 3.000. S'nal kërkush, sa ma shumë sa s'ma mirë. Diçka tjetër. E ke vendos me e falë namazin. Farzin e sabat, 2 rekati ka. Jo sa të dushti. E ke vendos me e falë farzin e drekët, 4 rekat. Ama nëse do me falë namaz natë, fali 2, fali 4, fali 6, fali 8, ajo me dëshirë. Janë disa rregulla strikte, nuk uzojmë mi shtu dhe me i paksu. Shumë vërtet. Po saqërisht në akide, në besimin e drejtë ndaj Allah subhanahu wa taala. Dhe këtu ka lloj bidati, lloj risia, Allahu na udhëzoft dhe na përforcoft në udhëzim dhe na largoft nga rruga e keqe dhe e ligët. Shkoj me pyetjen e radhës, thotë kështu, unë kam përjetuar ankthë dhe frikë në fillimet e namazit, kur ka filluar me fal namaz. Edhe kum pas shumë zënka. Të gjithë këto thotë janë sprova. Me cilin ka pas zënk? Po se ka cek, sigurisht në familje. Domthon ka pas shumë ankth, shumë ka përjetu frikë. Edhe Tjeve, namazi realisht duhet me qetësu njeriu. Edhe Mirë po, këta njerëzit musliman, po them, që udhëzohen, sa të musliman kanë qenë, po që s'janë falë. Në momentin që fillon mu falë, ka mundësi me pas kështu lloj probleme. Pse? Se djalli nuk ka rahat. Nuk knaqet djalli ti me falë namazin. Djalli ka dëshirë me të lanë ti pa familje, me u shkororzu, me shtuë, me paksu në fe. Gjithë kretë këto që i përmendëm, janë lojrat djallit. Edhe namazin, e veç kur që, thot, ushtarin e humba. Kështu djalli thot, ushtarin tim e humba. Se ke qenë ushtar ti, çka të ka thonë e ke ba? Mos e respekto babën, ja ke këthi fjallën. Mos e respekto nanën, ja ke këthi fjallën. Mos mëso, s'ke mësu. Mos shko të shtëpia në kohë, nuk ke shku të shtëpia. Përdore drogën, e ke përdor. Përdore alkoolin, e ke përdor. Krytësijat. Edhe tash, me një momenti, po nisë mu falë, e njeriu që nisë mu falë, largohet nga droga, largohet nga alkooli, shkon të shkolla me kohë, e kryen fakultetin, e respekton babën nanë, respekton hoxhin, respekton xhamin, respekton kujshin, e djalli nuk rat. Por atë çka ke dhe namazin ta përzin. Në momentin që nis mu fal, trandon të çka ngjoks. Këtë probleme kanë shumë njerëz. Nuk e ka vetëm kjo ose kjo, kush ka bon pyetje. Allahu e përforcoft në udhëzim, po mos i ke gajle. Sa më shumë thuj, a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Për shembull, jemi në namaz. Të vinë një mendim i keq ose diçka të shtërngone. Shqetësim, po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jo me poshtni dika atje. Pështim e lehtë. Kamerës. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. E lehtë. Që me habit ose me largu mendimin tënd nga ajo që po t'imponohet. Citje këto për shpëritje. A më kështu sa mirë ka cekë, në fillim, thot, shtash se ka. Përse ta Nëse ka? dama, si cili njeri e ka në fillim. Po, Edhe dikush tjetër mundet me pas fillim. E ne na të folste për se cilin që e ka në fillim. E qartë, po. Edhe fjalën astaghfirullah. Fjala më Qul ndoshta. a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Min sharril waswasil khannas, ato vezveset. O Zot na mbroj nga vezveset që vinë minel xhinneti wan nas, nga xhinët, nga djalli, nga shejtani, edhe njerëzit. Tash ti ke fillu më fala, ma dikujt edhe për njerëzve nuk i duket në rregull. E thot, ma se shekullin 21. Namazi punë e shkretinës, punë e vjetër. Mundohet e me të bon ushtar të vetin, për në du të me qenë ushtar në të aspekt ushtar. Njerëz të përkushtuar ndaj fesë Allah subhanahu taala, njerëz të përkushtuar ndaj kombit dhe traditave tona, njerëz të përkushtuar ndaj familjeve tona. Qartë. Pyetja e radhës është kjo. Selam aleikum, kam një pyetje, pse një njeri që e don çat shumë, qoftë në familje, në shoqëni e tjerë, më në fund thot dështon dhe del mos me njohës ndaj teje. Ama nësë ti e do, a i don. Të ka dallim. Se ti e do, a i s'ka dasht, a i të ka shfridzu, për në fillim. Sa mire. Po shumë, e këpton tash. Qartë. Pse une e du sunën shumë. Edhe suna në fund, largohet e... Kjo qka i vjen, unë së në të kam dasht, ama ti së më ke dasht mu. Ose e kundërta. Ty më do mu, po që une, hajë si suna e ka podcastin, i ka kamerë, ta shfridzej sunën. Mos e në fund, suna dështove po, edhe dështove, inshallah nuk dështon as njëherë, po për thamë, ti dështon, dhe qka nuk largohem. Ti thomë, o zjo, e i thamë, hoxha ka nejt me ti për interes. Njërë që Ke bashkë qenë e njofshëm, ke qenë gazetar, më thot, thash edhe tash nuk më duhesh mu. mos me njohje. Po, mos më njohe. Ata që nuk kanë respekt, si të them, ndaj njerëzve, edhe Zotin nuk respektojnë. Nuk janë, ata që nuk janë faleminderues ndaj njerëz, edhe Zotin nuk e falem. S'ka karaktere. Shakartum le zidannakum. Nëse më falenderoni mua, shtoj të mirat. E tash në momentin që ti nuk di mi thon njeriu të falemi, po edhe në fundit edhe nëse i hidhrube me mu, nuk on në rregull me njerë mu largu. Mundesh mu largu, prap mu kthi. Thoya ka mundsi diçka jam i prekur, i kam galet e mia, problemet e mia, janë javë, lem rahat, 2 javë, 1 muaj, e takohemi inshallah. Ama jo mu largu se kuptohet që ose djalli ose interesi kësaj bote të ka habit. Shkojmë me pyetjen e radhës. Shombe e gjatë, subhanallah, ju kësha lutë shikuzve kur të parashën një pyetje, mundoni pak me i rëmbullaksu, e di, jeni të lëndu. Po nëse e gjatë, Jo, kaloj. pe kaloj, se shumë e gjatë, kjo duhet seminar këtë. Po thash një këshill edhe shikuzve, sa ma me i rëmbullaksu, se s'kena kohë, një e ditë edhe xhallorët s'kan kohë, kupton. Shkojmë me pyetjen, pe kaloj këtë gjatën, pyetja e radhës. Thot kështu, hoxha, çka interesante është kjo pyetje. Thot, unë jam me një bashkëtesë edhe du me bëni qa me hoç. Do të thonë, një femër, një mashkull bashkëtojnë. bani selam, sa se këtu e ditën, po shkem me boni qa. Ti dëshmitar që edhe atë djallit Enes. të kamere e nesën e morëm me dëshmitar. Po, s'ka problem. Ama harama me bashkëtu, apo? Ama bashkëtesa, pa në qa nuk leot. Po, da. Zina është. Po, e ki po shqiptarët mi ka 1.000 euro borç, e ke shkrujt dikun. Jo, me taminin. E me taminin të kofshin për hajra të 1.000 euro. Sti ka borç. Ç'ka qëllimi në Po, qaj? s'ka qëllimi edhe një qaj, be një qaj ka regulla. Po ti e ke marrë vajzën e kush i ka rritat.
E ka rrit dikush, e ka shkollu, ka ndej dikush pa gjumë për atë, po edhe për djalin. E ta shto, nëse bashkëtojnë kështu, si zonë javë, në mas djave, së nuk kuptuam, ne hajt me dika tjetër, nuk o loj. Bashkëtes me dikant tjetër. Nuk është regull kjo. Mos e s'dit kush është djali, kush është. Shi Samiri i ka rregullu Allah që është. Nuk ka regull kjo punë, do më thonë bashkëtesa nuk lejohet. Lejohet bashkëtesa, nuk o pa tjetër dase me ba. Ama duhet me pas një qa. Me hoç. Hoxha kur shkoja ti, ka dëshmitar. Po, Unë e pa dëshmitar nuk e bën një qaj. normal. Po ka regull, s'mund edhe. Se ka njerëz, shembull, e ka marrë, ka gjetë një vajzë, dikon, të ne, di ato, Po, një qa. jo për para si kanë thonë, i kanë ikë. Po, i kanë hikë. Ik. Se ja ka marrë mendja, jo se me baba, jo se e ka ik. Ama ne ke prapë kena intervenu ata me i pajtu dhe me i bo një qaj. A ka mundësi masina të shkëtimet? Qish bëhet një qaj? Një qaj i bo. Që me kom valit. Po, që me kon valit, duhet, thot Allah subhanahu wa taala, wa atun nisa sadaqatihin nihle dhe jep një bashortëve juaja dhuratën që e meritojnë. Dhurat. Burat duhet më dhon dhurat grave. Te ne dhurata është obligative kjo. Nuk o dhurat, a dozë obligative. Te ne bënd të gjoj me lira. Po, pazër. O simbolike. E pastaj plus ato detyra tjera që i ke me mirë bëjt bashortën. Në më thonë, detyra e parë është një dhurat. Po. Shembol, ka me të qunë numra, konsiderohet që jo dhurat. Numre. Edhe ki obligim me që bashortën numre. Pa tjetëri. Shkojmë me detyrimin e dytë. Një dhamë du të me asiguru, veshën du të me asiguru, ushqimin du të me asiguru. Kjo në ardhmëri, kjo shkon me kontinuitet. Po normale se, shembull si gruaja punon. Nuk e ka pa tjetër rrugën me adhon burit. O i ma parat e veta, i ka buri, i ka për detyrë, me sjell ushqime, me pagujt rrimën. Të ne, i bo këta që punojnë burë e gruje bashkë, këtin, po fatë, do shta nësat të se cili, thot ne bashkë e pagujmë rrimë, pse bashkë me pagujt? Të, ano buri mirë, buri drejt tash. E grua nësi i ka marrë 40-50 milinar, si se roga, mësë ja merit rogën aso, lenën, di ketë parat e veta. E qartë, do më dhe më obligimi. Jo, ave ka dallim ne çka bëjmë dhe feja. Suna, unë jam duke folë feja çka thot. Se ne shpesh akuzohemi si musliman se ju i morën qafë gratë. Ne nuk i kena marrë qafë gratë pse jena musliman të mirë. Pse s'jena musliman të mirë. Kanuni ka marrë në qafë. As shqiptar lloki si ka marrë qafë. Pse se ai që është shqiptar i mirë nuk e nënçmon grujen. Ai që nuk është shqiptar i mirë nënçmon. Be si pas kanunit duhet konatit me ala kam të gjo. Dhe gjatë, unë sam të Po folë le, po shallah. Feja i ka regullu këtë punë. Suna, veç pak, sam të folë unë për kanonin. Po unë e dhash koment plus. Shembull, dikush prej lartë që nuk të shef, nuk e di çka je. Kur të mollë, je musliman. E të shef të e në shmu grujen, ta le fajnë fejes. Çka në çfarë kambi o ki? Shqiptar, ja le fajnë kambit. As një olas tjetër s'kan fej, suna. Të ne shumë gabime, për para gratë, barabar me burrat kanë punu, në për fush. Po, kjo s'ka lidhe me fej kjo. As me kamp. Po, më asë gjanë s'ka lidhe, as me kulturë, as me moral. Po. As me etik. A e kena ba, du të më kërku falje. Shkojmë te regullat e një qajt. E dyta me siguru financiarisht edhe, edhe e treta dëshmitarë që të kalzëmi. Po, dëshmitarë. Du me thonë tash 2 nga në vajzës, 2 nga në djalit. Edhe baba me dhënë leje. Pa tjetër, unë ose kujdestari. Jo, kujdestari shemë, dhe se nuk e ka babën. Nonër. Ose mingja. Mingja, daja, vlau. Po nëse asë njëri nuk është për këtyre. Atër mund me malë njërës që i njojnë si familjat. Po që ndërhina. Dikush që ka pak ma shumë autoritet, që nezët merë përgjithsi. Nuk është puna veç, a dëshmitar duhet ta. Pse ne themi pa tjetër me pas një qa fetar. Pse se hoxha nuk e ban një qahin këtë kurorzimin pa pas dëshmitar. Pa marë përgjithsi dikush. Ama ty e gjenë një vajzë, se vajzë e gjenë një djallë, shkojnë në gjikata, atje 2 dëshmitarë se në gjikata, pa dëshmitarë se ban një qahin. I gjenë 2 dëshmitarë rrugës, ka 10 euro të dive, ose ka 50 ka 100, apo vini be me dëshmu se jam din ato martu, s'ka problem. E nejse kur ndodhe problemi, që përmendëm ma herët shkurorzimin, kush merë përgjithësi për atë vajzër?
Se burrat janë pak normale, të më të forte, fizikisht, edhe me mbet rrugëve, ja ban disi. Po ajo vajza që e nusja me mbet rrugëve sëna, çka bëjmë atër? Kush merr përgjegjësi për atë? Problem. Ato 2 dëshmitar që vadham ka 10 euro, a mund mi gjetë ma? Nuk mund. Janë rregulla strikte. Zoti e di çka ka kriju. Por atë çka edhe rregullat ja ka vendu njeriu në të gjitha punët dhe veprat që mund me i bën këtë botë. Shkoj me pyetjen e parafundit, plus 18 është fëmijët largonin nga ekranet. Pyetja është kështu. Pse shoh, edin mund më na akuzu pse parashteni kësi pyetje, çish pse na ka ardhur. Nëse e shef të arsyeshme për Po hajde se unë tregoj pyetjen se njerë i do më frikë. Pyetja thotë kështu: Selam aleikum, jam që 3 vjet e martuar, nuk kam kryer marrëdhënie, kam frikë mendime negative. Ju lutem për hir të Allahut më ndihmoni. Domethënë ka problem personi. Edhe ka shkruar. Ka njerëz këto. Mira më shkut ata njerëzit psikolog që janë mjek. Fillimisht te mjeku, Shka të psikologu? Te psikologu, se këta i lidhin punë me njerë të hoxha. Tash, nuk është mirë edhe mi kesh përdore dhe gjallart. Por gjithë qka gjallart nuk kanë tinturi dhe ilm, kush e di se qka. Unë mund dhe me të dhoni këshilë që thuaj stakfirullah, rrim abdes, e ban me dua, Zoti vadhasht mirat. A është mirë më konsultu me mjekun edhe me psikologun. Kjo mendja. Edhe pyetja e fundit, në xhehenem ka edhe dimër si dhe qysh. Në më në xhehenem ka edhe dimër, jo vetë zjarr, apo hoç. E vërtet. Një hadith që e përmend këtë, do më thonë, sa mundet me qenë xhehenemi i nxeft, aq mundet me qenë edhe i ftoftë. Në xhehenemi o vend ku dënohen njerëzit, tash nuk do më thonë se xhehenem, fjala xhehenem nuk do më thonë zjarr. An-nar, po, ama fjala xhehenem jo. Edhe zjarri është lloj dënimit. Inshallah Allahu askënd nuk e sprovon edhe në këtë botë, por edhe në botën e ardhshme. Ama nuk ka më pak dënimi nëse ta ban minus 1 gradë. Allah i na rujt. Nëse ta ban minus 1 gradë, bova kishe thonë ja, ka ba mundësi me ma ban plus 1000, ma kollaj mu djekë se sa mu ngri. Ama Zoti na rujt. Zoti na rujt. Dhe më thonë si përgjigje, po, ka ftoft në xhehenem. Ka, edhe ftoft edhe nxeft, po ne inshallah nuk e shijojmë as ftoftin as nxeftin atje. Që po njeriu ka dëshirë me qenë tamam koha. Po. As ftoft as nxeft. Unë po e përfundoj? Po. Po në fund e këshilloj veten ti Enesin. Ne be këtë djalin si më i ri, Enesin e të gjithë ata që do të na ndëgjojnë, me qenë se e bënin një jetë sipas rregullave të fesë, nuk do të humni, do të fitojni. Ama çka keni me fitu edhe të mirat e Zotit në këtë botë, keni më kënaqur me familjet e juaja, me shokët e juaj, me gjithë çka që ju rrethon, ama mos halloni, keni me fitu edhe xhenetul firdausin inshallah. Hoxha Shuleft, e falemdoj afrimin, vllahun tem, Fratello, nga Italia, i cili më ka ble këtë majic Medina, jo rastisht me Hoxhën Metush se Hoxha Metush e do Medina. Përshëndes se kam taku para se munis. Në më? Prej nga ishte? Cënivërit, po. Pa të ardhi kam do këshri këtu në qarshi ata rregullojnë telefona. A ti përmendi me emna? Pse jo? Hajt, po i përmendi, vabajmë në reklame, shkodë një erat e telefonit dhe sa të rregulloj. Mënsuri dhe Miniri. Unë rasti shkova të qka telefonin, kure thaj Afrimi, unë nuk e njifsha. Edhe tha unë jam të shkon numre, ashtu erdhë situata, thash me cilin shkon, tha me Mollorafetin. Edhe thash unë e nguca paka, me thash, me Mollorafetin, shkon njeri me Mollorafetin, e pastaj të regova që doste ka Mollorafetin, dhe thash mirë, shko se keni mu knasë me Mollorafetin. Po, mur e sim, si i thonë asaj? Po, kartela. Kartela që kanë internet edhe për në Arabinë Saudite, e i gjenit e mensuri edhe Miniri, kush donë me shku me marë ati. Që që falenderit Fratello për majicën,
Shikues të nderuar, shihmi javën e ardhshme edhe diçka në fund, komentues që na shohin. Një falënderim shumë. Ju na pastrojeni gjunave ditën e gjykimit. Selam aleikum.